Muslimani që vizatoi botën, Al-Idrisi, me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Kur flasim për historinë e qytetërimit islam, shpesh kujtojmë dietarët, komentuesit e Koranit, hadithit, mjekët, matematikanët, astronomët. Por bota islame i dha njerëzimit edhe njerëz që ndryshuan mënyrën se si njerëzimi e shihte tokën. Njëri prej tyre ishte Al-Idrisi, gjeografi, hartografi dhe udhëtar i madh musliman. Njeriu që krijoi një nga hartat më të sakta të botës mesjetare. Në një kohë kur shumica njerëzve njihnin vetëm vendin ku jetonin, Al-Idrisi ndërronte të njihte gjithë botën. Ai besonte se Allahu e kishte krijuar tokën me shenja të panumërta dhe se njeriu duhet t'i studiojë ato. Për këtë arsye, ai ja kushton jetën kërkimit, udhëtimit dhe mbledhjes së dijes. Ai nuk ishte vetëm një hartograf, ai ishte një studiues që bashkoi dijen islame me përvojën praktike, duke lënë pas një trashëgimi që do të ndikonte Evropën dhe botën për shumë shekuj. Fëmijëria dhe rruga drejt dijes. Muhammed Al-Idris lindi rreth vitit 1100 në qytetin e Ceutës në brigjet e Afrikës Veriore. Familja e tij ishte me prejardhje fisnike dhe lidhej me dinastin Idrisite, e cila kishte marrë emrin nga Idris ibn Abdullah, pasardhës i pejgamberit Muhammed a.s. Që në moshë të re, Al-Idrisi tregoi dashuri të madhe për dijen. Ai studioi në Andaluzinë islame, e cila në atë kohë ishte një nga qendrat më të mëdha të shkencës dhe kulturës në botë. Në qytetet e Andaluzisë ai mësoi gjeografinë, matematikën, astronominë, historinë dhe artin e përshkrimit të vendeve. Mirpo ai nuk u kënaq vetëm me libra, ai dëshironte të shihte botën me sytë e tij. Prandaj filloi të udhëtonte. Vizitoi shumë vende të Afrikës Veriore, Andaluzisë, Francës, Italisë, Anglisë, Azisë së Vogël dhe pjesëve të Lindjes së Mesme. Në çdo qytet bisedonte me tregtar, dietar dhe udhëtar. Çdo informacion e krahasonte me burime të tjera derisa të sigurohej për saktësinë e tij. Ky ishte sekreti i suksesit të tij. Dija në shërbim të njerëzimit. Në Islam kërkimi i dijes është adhurim. Allahu i madhruar thot në Kur'an: "Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë." Surja Zumar ajeti 9. Ky ajet frymëzoi brezat e tërë dietarësh musliman që ta shihnin shkencën si një rrugë për të njohur madhështinë e krijuesit. Al-Idrisi ishte njëri prej tyre. Ai nuk studionte tokën vetëm për kuriozitet. Ai besonte se sa më shumë njeriu të kuptojë krijimin e Allahut, aq më shumë forcohet besimi i tij. Për këtë arsye, puna e tij nuk ishte vetëm shkencë, ishte edhe reflektim mbi krijimin hyjnor, takimi me mbretin e Sicilisë. Fama e Al-Idrisit u përhap shumë në shumë vende. Në atë kohë, Sicilia sundohej nga mbreti Rogeri II, një sundimtar që vlerësonte dijen dhe ftonte dietarë nga kultura të ndryshme. Rogeri II dëshironte të krijonte hartën më të saktë të botës, që ishte bërë ndonjëherë. Për këtë detyrë, ai zgjodhi pikërisht Al-Idrisin. Për më shumë se 15 vjet, Al-Idrisi mblodhi informacione nga udhëtarët, dietarët, tregtarët dhe studiuesit. Çdo rrëfim kontrollohej me kujdes. Në fund ai krijoi një vepër që mahniti botën, Tabula Rogeriana, harta që ndryshoi historinë. Në vitin 1154, Al-Idrisi përfundoi hartën e famshme të njohur si Tabula Rogeriana. Kjo nuk ishte thjesht një vizatim, ishte një enciklopedi e tërë gjeografike. Në të përshkruheshin qytetet, malet, lumenjt, detet, rrugët tregtare, popujt, klima, burimet natyrore, zakonet e vendeve të ndryshme. Harta u gdhen edhe mbi një pllakë të madhe argjendi, gjë që e bënte një kryevepër të kohës. Ndryshe nga hartat moderne, në hartën e Al-Idrisit, jugu ndodhej në pjesën e sipërme, ndërsa veriu në fund. Megjithatë, për nga saktësia ajo ishte shumë përpara kohës së saj. Për rreth 3 shekuj, shumë studiues evropianë e konsideruan atë hartë më të besueshme të botës. Libri që u bë enciklopedi e botës. Përveç hartës, Al-Idrisi shkroi edhe librin e famshëm Nujat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq. Ky libër përmbante përshkrime të hollësishme të vendeve të njohura, ekonomisë, bujqësisë, lumejve, maleve, klimës dhe jetës së popujve. Ai ndau botën në rajone dhe për secilin prej tyre dha informacione të detajuara. Shumë historianë e konsiderojnë këtë vepër si një nga enciklopeditë më të rëndësishme gjeografike të mesjetës. Metoda që e bëri të madh, ajo që e dallonte Al-Idrisin nga shumë autorë të kohës, ishte mënyra e punës. Ai nuk pranonte çdo informacion që dëgjonte. Ai kontrollonte burimet, krahasonte dëshmitë, kërkonte prova, përjashtonte legjendat dhe tregimet pa bazë. Në një kohë kur shumë libra përmbanin mite dhe rrëfenja, Al-Idrisi përpiqej të shkruante vetëm ato që kishte mbështetje në dëshmi. Kjo metodë i dha veprës së tij besueshmëri të jashtëzakonshme.
Ndikimi në Evropë. Pas vdekjes së tij, veprat e Al Idrisit u përkthyen në gjuhë të ndryshme. Hartat dhe librat e tij u përdoren nga studiues, detar dhe udhëtar evropian për shumë breza. Shumë përpara epokës së eksplorimeve të mëdha, puna e tij kishte ndihmuar njerëzit të kuptonin formën dhe përmasat e botës së njohur. Kjo është një dëshmi se qytetërimi islam nuk ishte vetëm ruajtës i dijes së lashtë, por edhe krijues i dijes së re. Çfarë mund të mësojmë sot? Historia e Al Idrisit na mëson se besimi dhe shkenca nuk janë kundërshtar. Përkundrazi, në traditën islame ato ecin së bashku. Muslimanët e parë nuk e pan dijen si diçka të ndarë nga feja. Ata studionin astronomin për të njohur kohët e adhurimit, matematikën për drejtësi, mjekësinë për të shëruar njerëzit dhe gjeografinë për të kuptuar krijimin e Allahut dhe për të shërbyer njerëzimit. Al Idrisi është një shembull i shkëlqyer i kësaj tradite. Al Idrisi si emër mund të mos jetë aq i njohur sa ai shumë eksploruesve të mëvonshëm, por ndikimi i tij në historinë e njerëzimit është i jashtëzakonshëm. Ai ndërtoi ura mes qytetërimeve, bashkoi dijen islame me përvojën njerëzore. Na tregoi se kërkimi i së vërtetës kërkon durim, përkushtim dhe sinqeritet. Sot, kur një hartë digjitale na tregon rrugën me një prekje të vetme, rrallë herë mendojmë për njerëzit që hodhën themelet e hartografisë moderne. Njëri prej tyre ishte një musliman, një dietar, një udhëtar, një njeri që e pa botën si një amanet për të studiuar. Ai ishte Muhammed Al Idris. Trashëgimia e tij vazhdon të kujtojë se Islami ka qenë një nga shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit të shkencës, dhe se kërkimi i dijes mbetet një prej veprave më të vlefshme që një besimtar mund të ndjekë.